Play-offi. Një mendim sipas teje, një përballje me Slovakinë e cila do të jetë në Bratislav, një Slovaki e cila nuk di përhumbje si vendas, por që një Kosovë e cila ka befasu më shumë të thojë se për këtë shteteve si mysafire. Edhe duke ditë që mund ta mbushim edhe stadiumin e Bratislavës me shumë shqiptarë. Po, shumë pyetje e mirë, po e kemi një kundërshtar më të vërtet fort, sidomos që luajnë si vendas. Duhet ta përmendim faktin se e kanë mund një Gjermani 1-0, do thotë në eliminatore, por kemi të bëjmë me një kombëtar goxha të fort. Duhet ta marrim tepër seriozisht, taktikisht, teknikisht ta përgatitim ekipën 100%, kurse psikikisht mendoj dalë të pyetja, jemi më lehtë pasi luajmë jashtë vendit tonë, dhe sigurisht lojtarët po kanë anën psiqike pak më pak të ngarkuar, edhe po luajnë më mirë. Pra, edhe për ata dhe kemi bërë pikë ndoshta më shumë, pasi ngarkesat psiqike janë më të mëdha kur luajnë vendas, kur i kanë 12-13.000 shikues, e gjatë tërë ditës, gjatë tërë natës, sot janë zgjut, ata dëgjojnë, shohin lajme të ndryshme nga analista, nga sportdashës, nga njerëz që dojnë futbollin, edhe sigurisht se ngarkesat ju vinë, po kur janë jashtë, të luajmë jashtë, është pak më ndryshe, tifozat sigurisht se po i mbështesin, nuk i kanë tifozat njëjtë sikur në Prishtinë, po gjithsesi një numër i madh po shkon, siç e kemi pa rastin e fundit në Sloveni, me të vërtet kanë shkëlqyer tifozat, kanë qenë të